Lulzim Basha, kandidat për kryetar bashkie për Tiranën, ka zhvilluar takime me studentët në 2 universitete. Zoti Basha ka dëgjuar problematikat e studentëve gjatë bashkëbisedimit me ta. Gjatë këtyre takimeve, punësimi i studentëve ka qenë në qendër të bisedave, ndërsa Basha shpjegoi edhe marrëdhëniet bashki student në Tiranën e 100.000 studentëve, projekti që ai do të vërë në zbatim pas ardhjes së tij në krye të Bashkisë së Kryeqytetit në 8 maj. Ne jemi të dedikuar të përgatisim një të ardhme të qytetit ton, Tirana, qyteti i 100.000 studentëve. Zotimi i parë është ndërtimi i një kampusi universitar për Universitetin e Tiranës në hapësirën midis Fakultetit Filologjik, Ekonomik dhe Fakultetit Gjuhëve të Huaja. Bashkia e re e Tiranës do të emetojë me fillimin e vitit të ri akademik kartën bashkiake të studentit, e cila do të ofrojë transport publik falas për gjithë studentët e universiteteve të Tiranës dhe tarifa të reduktuara shërbimi. Dhe unë sot duhet ta përsëris para jush premtimin tim për të hapur, për të punuar që të hap 30.000 vende pune në Tiranë. Kandidati Basha ka zhvilluar takime në pjesën më të madhe të kryeqytetit, nga ku ka parë nga afër problematikat që shqetësojnë banorët e secilës zonë.